filloi të thoshte edhe bile hyri një herë edhe në një video, fliste nga Amerika dhe thoshte që duhet të ruani votën. Ose ka një personazh Anton Çehovi, dhe shkrimtar që unë e dua shumë, me thënë drejtën, ka një personazh që thotë gjithmonë gjëra që gjithë i dinë prej kohësh. Ai ishte mësues i historisë dhe gjeografisë, dhe ato dinte ai shkret, malet nuk ndryshojnë, historia nuk ndryshon, dhe ai thoshte gjithmonë gjërat që gjithë i dinë prej kohësh. Volga deri deri nga Spik, thosh, kur po vdiste, thotë Çehovi, thoshte Volga deri deri nga Spik, kuajt ushqen me të sherr dhe me stan. Edhe ky tani erdhi dhe po thoshte shqiptarëve gjëra të cilët duhet të ruani votat, e kupton? Duhet të merrni pjesë në votime. Pra ishte në një mision tjetër, Berishës edhe i duhet të shkretit, i duhet kjo mënyrë që të thotë që e kisha unë intervistë kryeministrin para janë 3 ditë, dhe i thash, ore tani ata mendojnë që Sorosin e ke fut ti, me të gjitha e ke lobuar forte të gjitha, dhe ata tani kanë marrë dhe ata Amerikën. Po, dhe mendojnë që La Civita është, jo Sorosi, që ishte shumë i fort atje në Stadën Gjikve të gjithë, po një Soros i vogël. Po Soros edhe janë horat gjithë tani, se aty tani kanë, aty vetëm kush të rëmbenin gjë, pun paraje shku do atje. Po në një vetë presidenti thotë, 50 fjalët i për të njëseja i në, thotë, birë metalet i thotë ati të Ukrajinës. Po e shqyen. Shteti 51 është kjo, thotë, kjo është këshu, duam Panama, në kanalin e Panama, duam këtë, gjitha pra. Është një përpjekje, ndoshta s'ka të bën tjetër Saliu. Të më thënë ka që i kam betur doktorit që të kam sjellë atë vitin këtu, ka ndodhur një 3-4 vjet të tjerë, aty njëri që thret aty, gjëra në një çipotriçe dhe për dia, por se di tani të presim këto janë 3 ditë, 4 ditë, por Selaniket atë pjesë ti thon asaj, siç ka qenë do të jetë. Po në Selin Roz, është gjendja kaq roz sa që duket nga jashtë, apo pushteti mund të eliminojë edhe këto grindjet brenda? Se di aty, ata, dikur, para shumë vitesh, unë isha në një vizitë në Poloni, me disa kolegë të mi gazetarë. Edhe ishim një takim me Mazovjeskin, ish kryeministrin, një burr shumë i mençur. Edhe ato, në atë kohë ishin demonstrata shumë të mëdha në Bregdet, në portin e Gdanskut, e kështu, dhe po binin socialistët. Mazovjeski ishte i djathtë, ishte ish kryeministër. Dhe i thashun në profesor më falë të bëjnë pyetje, thashun tani ranë këta apo ja? Jo tha tani bashkohen ata. Ata tani tha që janë në vështirësi dhe në krizën më të madhe, me njerë bashkohen. Është karakteristike të majtëve tha. Dhe u bashkuan ata. Dhe këta e ke vënë reti. Flasin si Kadri Azbiu, partia ime më dënon. E pyeta një herë unë këtë të fjerit si e gaj. Që nuk e kanë futur në listë të mbyllur më. Njëri më i rëndësishëm fjerë se harova se tani ka filluar edhe të harrojmë. Socialistë ose. E pyeta unë e kisha në studio në lidhje, dhe i tash unë ore ti, i tash unë tani, si s'kan futur në listë brenda më vllai tash. Në pjesët që kanë bërë këta. Në listë e mbyllur. Sa pjo tha partia ka vendosur të punta të gjithë, por ikuaj fare, nuk kandidon me. Një nga njësë më të rëndësishme të harrova. Për Petro Koçin e ke fjalën? Petro Koçin mos o trit, Petro Koçin e kisha unë në lidhje. Po Petro hajde se, po të tjerë thonë partia ime për dënon. Bravo i kjo të partisë që mori këtë vendim. Për mua që të jem listë jashtë. Ata bashkohen dhe ata janë ndryshe nga Ferdinand Xhaferi që del dhe bërtet tani. Ose del ai Dashi. Dash Sula. Peqini, del bërtet fort. Nuk dalin këta. Partia të dënon, thot, partia bën çfarë doj me mua. Ata janë një më valla tani, nuk është kështu, janë shumë të qartë në punën e vet. Janë në rregull. Pra, struktura është e fortë, frymë blu nuk ka, por nga këto zgjedhje për ta mbyllur, qofse mandatet e parë kishim Tepsi, Timon, Kazan, tani kemi Zeqinen e të tjera. Ju çfarë do mbani mend? Për çfarë do mbani mend këto zgjedhje? Zeqineja ishte më vogël, ai krijoi vetë disa këtë format me bufit që ka krijuar. I thash unë, ti bufin ti ke marr bufin e Knetës që është negativ i tash, bufi tjetër, llojet e bufëve të tjerë janë shumë pozitiv. Është shpend shumë i mirë. Bufi, po jo i Knetës, se ky i Knetës është grabitjar. Ky ja kishte gjetur dhe çfarë ti ishte i Knetës. Domethënë ti ish bufi keq.
Edhe pse bufi, llojet e tjerë bufi janë shumë të mirë. Pra, zeqineja është një fragment në fjerore, që është gjetur gazit. Pra, si që është gjetur gazment të bardhit, një instrument zeqineja, që del aty dhe vërtet fort, ashtu ka gjetur të gjitha gjërat këtu. Po pastaj alternoi, se ja bëra kronikun atë të zgjeruar e titi, tash ja bufi, përflet për bufin, por tani këto vitet e fundit, po ta vesh reka, heq bufin. Jo, e le bufin, vazhdon bufi e gjitha, por edhe thot, kemi bërë këtë të ndërtojmë këtë, përveç pasaportës që e mori dhe të Evropit, pasaportën që i kemi në tani, gjitha. Pra, është një lloj fushate që Edi Rama i çon gjërat atje ku do ai. Atë mënyrë që ditë ndërtoj dhe të bëj ai më mirë. Ai është mjeshtër për t'i bërë këto, për t'i udhëhequr këto situata. Edhe këtë bufin këto i ndërtoj bukur. Ndërsa këti tjetrit i kanë i vënë atë kapelen e si të Trumpit në kokë, ai se mban dot atë se nuk di ai kapela ashtu e të gjithë. Ai është teritali gjallë, ka rregulla të tjera. Është një stof intelektual është të gjitha, por ai nuk ka, po u bë kështu që të vër kapelen e Trumpit e këto, bëhesh edhe qesharakore, po s'di ti bësh mirë. Siç doli për shembull doli Erion Velia që dilte nga Spaku kur dilte që thosha isha me kolegët, edhe na shante ne, shante gazetarët e gjithë, që ta ikte vëmendjen diku tjetër. Jo për të ikte nga problemi vet. Mi po ai s'dinte ta bënte një karikaturë te Edi Rama, se Edi Rama dita e merr dhe e hedh problemin, e hedh në vend tjetër, që mos diskutoj aty kujdo. Pra, ai ka gjetur, si thua, instrumentat që ditë luaj më mirë nga të gjithë. Është një mjeshtër. Sa doktorit i vën atë kapelen e ke parti, i prende flokët pastaj. Ma tregoi një kolegu i Bushati në studio, i kishin prende flokët se duhet flok më pak me kapelen e si të Trumpit e këto. E kupton edhe krijohen situata kështu, ja pastaj qeshin njerëzit e gjithë. Pra, duhet të bësh Berisha, e dim ne kush është Berisha. Berisha është ai njeriu i fortë që ka qenë pronar i mitingjeve. Pronari i mitingjeve ka qenë ai në Shqipëri. Dhe ai tani këtë ditë zhvillim ka në shpirt, po t'ja bëjnë mitingun më të madh këta, të tjerët. E di çfarë vuan ajo, se di këtë gjë se ti djalë i fare. I rriti nuk i ke parë. Se ai ka qenë pronar i mitingjeve. Mitingu që bënte ai kalonte çfarë fleti. Po të mos ishte pjesa dërmuese e popullatës në miting, ai i futen në hapsan, Shaban Memine të gjithë ata që organizonin. Që kishte flamujt, për shembull, komandanti flamujve ishte filani i magazinerit, i flamujve, i gjerave të tjera. Pra ishte një mjeshtër i madh që dinte të bënte këtë lloj gjëje.